Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e botrave. Mirësitë, bekimet dhe mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahut i lutem të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë, na furnizojë me furnizim pastër dhe halal. Allahut i lutem që të na dhurojë dije të dobishme, e të jemi ndër ata të cilët dija ju bën dobi si në këtë botë edhe në botën tjetër. Allahut i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument dhe dëshmi për ne ditën kur të takojmë Allahun. Allahut i lutem që të jemi ndër ata njerëz të cilët flasin me dituri dhe kanë guximin dhe trimnin që kur s'din thon nuk din. Atëherë po filloj me pyetjet të cilat janë të rezervuara, nëse ka nga vëllezërit ndonjë pyetje mund të na thotë direkt. Nëse jemi në namazet me zë, si sabahu, akşam dhe yatsia, kur imami thot surën El-Fatiha, a duhet që ne ta themi El-Fatihan mbas imamit? Kjo është një çështje faktikisht e trajtuar kush e di sa herë, dhe mendimet dhe opinionet e shkollave islame për këtë janë të ndryshme. Që mos t'ju lodhim me mendimet dhe opinionet, mendimi më i drejtë dhe më i saktë është që El-Fatihaja duhet lexuar edhe nëse imami lexon me zë. Po nëse dikush i përmbahet një shkollë juridike, X apo Y apo Z, nuk ka problem. Ama më e saktë është kjo, pse? Sepse në hadithin e saktë, para vdekjes pejgamberit sa në vitet e fundit të jetës së tij, ka ndodhur kjo ngjarje. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, me sa më men, sahabiu, thotë një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka fal namazin e sabahut me xhamat. Dhe mbasi ka mbaruar namazin, ka thënë: "Më duket se lexoni Kur'an mbas meje." Kanë thonë sahabët, po. Çfarë lexon ti, e lexojmë edhe ne. Pra, kur pejgamberi sa këtonte El-Fatihan, ata kënaqeshin El-Fatihan. Kur pejgamberi sa këtonte sure, ata kënaqeshin surën e njëjtë bashkë me pejgamberin sa njëkohësisht. Thanë, ne kënojmë Kur'an siç e kënon ti Kur'anin. Tha pejgamberi sa la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Mos veproni më kështu, përveç se me El-Fatihan. Thot transmetuesi, fantahan nasu min al-qira'a. Njerëzit nuk lexuan më mbas kësaj. Dikush, njerëzit për dietarëve flas. Fjalën dhe nuk lexuan më njerëzit mbas kësaj e ka komentuar, domethënë nuk lexuan më fare. Ky është një mendim. Dhe dikush thotë nuk lexuan, domethënë El-Fatihan. Kush mund ta ndajë më mirë këtë muhabet? Më mirë këtë muhabet e ndan transmetuesi i ngjarjes. Abu Huraira, transmetuesi i ngjarjes, është pyetur më vonë, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si bëhet për El-Fatihan kur imami lexon. Ka thënë Abu Huraira, thotë taqra biha fi nafsik. I ka thënë personin që e ka pyet, duhet të lexosh në veten tate ose ta lexosh në veten tate. Ai e ka pyet dhe herë. Po imami po lexon, pra është namaz me zë. Ai ka thonë iqra biha fi nafsik. Lexoje në veten tate, pra me zot ulët lexoje vet. E ka pyet për herë të tretë e Borer. I ka thonë Borer radhiyallahu anhu herën e tretë, iqra biha fi nafsika ya farisi. I ka thonë lexoje në veten tate o persian. Pra, kupton arabisht çfarë po them apo jo? Unë po flas arabisht, ti më thua veten ti, imami me zë. Pra, ja ka thënë 3 herë, kështu që kjo është inshallah më e qëndrueshmja. Kam prish agjërimin në muajin e Ramazanit me intimitet bashkëshortor, me bashkëshortin. Si ta shlyej këtë? E para gjë duhet më u pendu, sepse keni shkel shenjtërinë e ditëve të Ramazanit. E dyta gjë, duhet ta shpaguani këtë ditë duke e kompensuar me agjërim 60 ditë pa pushim. Si thot populli kokër më kokër, por pa pushim, që do të thotë nëse pushohet një ditë, fillon 60 nga fillimi. Si ti
dhe bashkëshorti. Përjashtohen gratë që të kenë lejen e menstruacioneve. Pra, për shkak menstruacioneve mund ta shkëpusin 6 vjeçën. Përndryshe, nëse e shkëput shkon deri ke 58 dhe një ditë nuk agjeron, fillon 6 vjeçë nga fillimi. Po kështu dhe burrit, nëse shkon deri tek 59 dhe ditën e 60 e shkëput, atëherë fillon edhe një herë 6 vjeçja nga fillimi. Me smundje fillon nga fillimi. Vetëm arsyetimi i femrës që ka ato të përmuajshmet, ose vetëm nëse i qëllon Bajram. Ditë Bajrami që s'lejohet me agjëru, për shembull. Njeriu kur të vdes, a e dëgjon në varr derisa të shkojnë hapat e fundit? E muj unë për shembull me inimu atij personit kur të pyetet për 3 pyetjet e varrit, sa i thon na shkoi jeta tu kopiu. Na shkoi jeta tu bë hile. Edhe në varr do të më bë hile shqiptarët, elhamdulillah. Sepse është hadithi sakt që thot dhe i vdekmi dëgjon hapat e fundit njerëzit që largohen nga varri. Por kjo nuk do të thotë që mund të flasësh me të, mund të komunikosh. O X, kur të pyesin Zoti yt është Allahu, thuaj Zot, kur të pyesin kush është Zoti yt, ose pra kush ishte Zoti yt, thuaj Zoti im është Allah. Nuk shkon kjo punë, ja, njeriu është peng i veprave të tij, përveç njerëzve të devotshëm që Zoti i mbulon me mëshirën e tij dhe me mirësitë e tij. Kështu që nuk funksionon kjo gjëja, nuk funksionon. Pa nuk kemi ne një transmetim të saktë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e ka thonë këtë hadithin që i vdekur i dëgjon edhe hapat e fundit, të ketë net aty në kokë dhe të ketë thonë fëmijëve të vet kur i kanë ndruar jetë, gocave të veta kur i kanë ndruar jetë, shokëve të tij të ngushtë kur kanë ndruar jetë, t'ju tregoj se si duhet përgjigjen. Nuk ka argument për këtë gjë. A i dëgjon i vdekur i lutjet tona kur ne lutemi për të dashurit tanë që kanë ndruar jetë? Jo, nuk i dëgjojnë. Por mund të përfitojnë prej lutjeve tona. Pra kur ne lutem për një që ka ndruar jetë, namaz, ose ke varri, shkojmë bëjmë dua për të, ose diku kudo që ti jesh, shkon menja tek dikush që ka ndruar jetë dhe ti bën dua për të, po. Inshallah duaja i shkon atij përfitimi prej duas tate, po jo që ta dëgjoj ai duan tënde. A është e vërtetë që nëse lutemi për dikë pa dijeninë e atij personi, kjo bëhet shkak që të shtohet dashuria mes nesh? Nuk është se ka ndonjë argument për këtë gjë. Si mund ta kuptoj që kam magji në shtëpi se s'po na ecën asnjë gjë në shtëpinë tonë? Sa herë bëhemi gati të nisim diçka, nuk na ecën dhe më njëherë prishet. Tani unë nuk e di, domethënë se si i rregulloni ju punën dhe se si i bëni punë e rëndësishme. Duhet me fal namaz në shtëpi, duhet me lexu Kur'an, duhet me largu haramet ndoshta që mund të bëhen sebeb që mos futet me lajket. Po pse jo edhe me u knu si familje? Ndoshta mund të jetë në mësysh, mund të jetë në magji, edhe me u knu si familje, nuk është se përbën ndonjë problem. A është e vërtetë që kur kënon kukuvajka e merr një person të shtëpisë me vete? Po pra, e merr me aeroplan, i pret biletën. I pret kukuvajka biletën atij që njonit nga anëtarët e shtëpisë. Dhe në pralla nuk ka për këto asnjë lloj argumenti. Jo, po ka ndodhur herë për shembull kur ka knu kuvaj vdiq, po ka ndodhur më herë. Ajo hera tani do të bëhet legjendë, do të bëhet ligj, do të bëhet rregull, do të bëhet stres për gjithë botën deri në ditën e Kiametit. A është e vërtetë se një shpirt rimishërohet, pra ka jetuar një kohë tjetër dhe pastaj rikthehet prapë në këtë botë? Se kështu pa të dëgjuar një nga këta të vjetrit që e thoshte këtë gjë, se vjen prapë shpirti. Legjenda pagane indiane. Ne në Islam nuk e njohim teorinë e rimishërimit. Tek ne në Islam shpirti o shkon në xhenet edhe pret atje ditën e Kiametit, o shkon në xhenem dhe pret atje ditën e Kiametit. Ruhet në xhenet ose në xhenem, ndërsa përjetimet
i ka në varr. Përjetimet i ka në varr, ndërsa si trup ruhet në xhenet ose në xhenem. Thot Zoti në Kur'an: "Kella inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sijjin është një pllak thot në xhenem ku nën të rrin shpirtrat e jo besimtarëve. Kella inna kitabal abrari lafi illiyin. Shpirtrat e besimtarëve janë në illiyin, pra në gradat e larta të xhenetit, të ruhen, siç është transmetuar në Sahihun e Buhariut, se shpirtrat e besimtarëve janë në xhenet shëtisin, ose hadith tjetër që thot në gushat e zogjve jeshil në xhenet. Pra janë në xhenet. Ndryshe nga shpirtrat e dëshmorëve që përfitojnë nga mirësitë dhe begatitë e xhenetit, shpirtrat e njerëzve besimtarë thjesht ruhen në xhenet. A është haram nëse ka një produkt që duam ta konsumojmë alkool, po pa përqindje? Alkooli në produkte ka disa situata. Për shembull, është në disa preparate mjekësore, ilaçe, që nuk ndodh ndryshe tretja e preparatit origjinal vetëm se nëpërmjet alkoolit. Ndodhet në disa ilaçe të tjera, po që nuk ka zëvendësues. Mund të ketë zëvendësues, por nuk e ka efektin si alkooli në tretjen e gjës bazike që nevojitet për këtë smundje. Rasti i dytë, në të dyja këto raste lejohen. Rasti i tretë, nëse përdoret në produkte ushqimore. Nëse përdoret në produkte ushqimore ka dy situata. Përdoret produkte ushqimore dhe gatuhet dhe humb, pra me kuptimin transformohet, këtu është halal, nuk ka problem. Dhe përdoret në produkte ushqimore, po lënda e alkoolit mbetet aty. Pra era, për shembull, në disa produkte, ose lënda, pra ajo lëngu, si më thon, pavarësisht se nuk ka më efekte dehese, ama është lëngu aty. Atëherë në këtë rast duhet me u largu prej saj, edhe pse s'ka përqindje. Kemi pas një debat me shoqet tona, njëra prej tyre thotë se kur të vdesi prindi 40 ditë nuk duhet të kesh marrëdhënie seksuale me bashkëshortin se prishet zia. Nga higjiena, po çfarë bëhet 40 ditë për shembull? Çfarë bëhet 40 ditë? Ej zoti më shna gjatë me këta njerëz. Po burri për shembull çfarë i ka? Mirë, kësaj i ka vdek baba për shembull. Po burri i saj çfarë faj ka? I ka vdek vjerri. I ka vdek babgjyshi. Si thoni ju në Kosovë, babgjysh. Bablogu, babgjyshi. Ja, nuk ekziston kjo gjë. Madje në Islam, zia për burrin është 4 muaj e 10 ditë, ndërsa për njerëzit e tjerë përveç burrit është 3 ditë. Po në rastin e njerëzve të tjerë përveç burrit, kjo zia 3 ditë nuk nënkupton që mos të ketë marrëdhënie intime bashkëshortore. A është e vërtetë që nëse e shef, kështu ka thonë, shef do të thonë shikon. Nëse e shef një mitë ngordhur në rrugë, duhet të kapin fijet e flokëve, se përndryshe nëse nuk i kapin fijet e flokut tona, thonë se do të na binë flokët. Edhe këtë e dëgjuam, elhamdulillah, nuk na e merrte mendja se do të shkojte çmenduria deri në këtë shkallë. Çmenduria. Te i Zoti më dhe elhamdulillah. Nëse she thot një mit ngordhur, duhet me kap flokët. Se po si kape flokët, tran flokët në tokë. Këta nuk ka kush i arreston, nuk ka prokurori që i mbledh këta njerëz. Elhamdulillah. Prandaj bën qejf. Si mund të këshillim disa vëllezërit tanë të cilët kanë kohë që falen, mirë po rrinë mas ezanit jashtë xhamisë dhe pastaj kur thirret ikameti vinë, ju humb tekbiri fillestar, ndoshta edhe rekati i parë. Islami ka një gjë shumë interesante, fakti që
pozita ke Zotit nuk ka të bëjë me vjetërsim. Mund të jetë dikush në fillimet e tij të fesë dhe të besimit, edhe i kap gjërat aq mirë, i përmbahet gjërave aq mirë, saqë ecën shumë më mirë se sa dikush tjetër që mund të ketë një kohë të gjatë, edhe si puna këtyre zotënive që rrin ke oborri, ndoshta ik tekbiri fillestar apo ik edhe rekati. Tekbiri fillestar është shumë i rëndësishëm. Kush e fal me imamin, me xhamat 40 ditë, 5 vaktet, me tekbirin fillestar, pra thot imami Allahu Ekber, direkt, mas rës se imamit aja e xhamatit, thot këtij njeriu i jepen 2 garanci. Garancia se nuk është i hipokritëve dhe garancia se është i çliruar një herë për gjithmonë nga regjistrat e xhenemit. Për këtë arsye kanë diskutuar dietarët e Islamit nëse jam duke fal sunetet e një namazi dhe thirret ikameti. Dikush thot kputet ikameti që mos të humbi tekbiri fillestar. Dhe dikush thotë plotësohet dhe kap mrapa. Dhe më saktë kush është shifet. Nëse vazhdoj deri në fund, me ikën tekbiri fillestar, putet suneti. E nëse unë arrit ta kap tekbirin fillestar, atëherë e vazhdoj sunetin derisa ta mbaroj. Për shembull, është duke u thirrë ikametit dhe unë jam sejdë dytë të sunetit. Okej, marro, e kap tekbirin fillestar. Ama nëse thirret ikametit dhe unë jam në rekat dytë, sa kam filluar rekatin e dytë? Sado që ta fal shpejt unë, nuk e arrit dot tekbirin fillestar. Atëherë në këtë rast kputet suneti edhe lidhe me imamin. Ndërsa për sa i përket sunetit që se kapa, e fal më mrapa. Babai më ka ndruar jetë prej pak kohësh, kam vetëm nënën, por kam filluar të kem debate me nusen pas ajo më thotë që je shumë i dhënë pas familjes tënde dhe kërkon që të dalim vete për të pasur më shumë për parësi të mos jetojmë me nënën time. I dua shumë të dyja dhe jam vendosur në një pozitë shumë të vështirë. Dua që nusja të jetë e lumtur, por nuk dua as ta lë nënën time vetëm pasi më duket sikur po e braktis. Në syrin tim bashkëtesa mes të treve nuk do të kishte asnjë problem, të njëjtën gjë mendon edhe nëna ime. Mirë, po është nusja kundër. Këta nga ato nusët që duan sqaru. Zoti u zoft. Zgjedhja për këtë çështje është që unë mendoj që ti të thrasësh prindrit e saj, vllajën e saj, edhe dajen e saj, si mund të jetë rregulli, njerëzit e saj, edhe t'ju thuash për këtë problem. Unë kur jam martu me prindër, dhe prindërit i kam pas. Po edhe mos t'i kisha pas prindrit, dhe ju tek prindta, dhe ti se është punar çun, unë du t'jetoj me ty. Maro historia. Maro historia, s'ka më diskutim. Është ndryshe kur prindi është grinda vet, kur prindi i bjerë në qaf nuses, i bën padrejtësi, i bën zullum, është çështje tjetër. Kemi thonë në edhe atë rast, çfarë gjykimi ka Islami. Po kështu në ditën për diell, në këtë rast pra kështu duhet vepruar. E nëse ata pastaj mbajnë krahun vajzës së tyre, le ta marrin vajzën me vete. Allahu ale të soft. Të jetojnë me gocën e tyre. Jam në pozicionin e hoxh, por më është bërë një pyetje, po nuk di t'i përgjigjem. Hajde ta shohim. Një motër, prindrit duan ta martojnë me një burr që ajo nuk e do. Ajo ka thënë atyre se nuk e do, mirë po ata këmbgulin. Ajo gjithashtu ka thënë atyre se dëshiron dikë tjetër, por prindrit nuk e marrin parasysh dëshirën e saj. Tani ajo nuk di çfarë të bëjë, është 27 vjeç dhe nuk ka qenë kurrë e martuar. Kishte gjykat sheriati, ishte zgjidh muhabeti. Domethënë, shkoi te goca ke kadiu, edhe e martoi te kadiu me kë don goca. Po si mund ta martosh fëmin me një ish nuk e don? Si mund ta martosh? Kjo është e paimagjinueshme faktikisht. Është situatë shumë e çuditshme, e rëndësishme. Në sheriat, në fenë islame ka një gjë, domethënë, që është kur prindi ose kujdestari del nga kujdestaria. Në momentin që do ta martojë gocën me njëri që nuk e don,
pa dhënë asnjë fakt dhe argument, se nuk e di, nuk mund të ketë fakt dhe argument. Zoti më fal, çfarë fakti mund të ketë? Martohesh me filonin. Nuk e du, nuk ndjej gjë për të. Jo, po do të martohesh, se e dim ne këtë punë. Pa s'ka sens, edhe në sheriat, edhe në ligjin islam, çfarë ndodh? Thot, i bie kujdestaria prindit, ose vllajit, ose xhaxhait, ose gjyshit, kushdo që mund ta ketë kujdestarinë. Ku kalon kujdestaria? Kalon kujdestaria tek gjykatësi, kadiu. Po nëse nuk ka kadi, tek myftiu. Po nëse nuk ka myfti që merret në këto punë, ketë guxim për të marrë me këto punë, atëherë tek imami i xhamis ku falet goca. E merr ai përgjegjësinë. Po nëse imami s'ka shpatlla me majt këtë muhabet, atëherë gjehet një imam tjetër, nuk ka problem, që e merr përsipër këtë lloj situate. Ose ka një dhe zgjedhje tjetër, prap halal, që është gjehet një imam i medhhebit Hanefi, që nuk e kanë kusht kujdestarin. Pra në medhhebin Hanefi, nëse shkon një çun dhe i goc tek imami me dy dëshmitarë dhe duan të martohen, ai e bën nikahun dhe nuk pyet fare për prindin, sepse në medhhebin Hanefi nuk është kusht kujdestari. Dhe në raste të tilla veprohet kështu, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Po edhe në medhhebet e tjera, për shembull, po të vitet tek unë do ja bëjsha nikahun pa pyet askënd. Nëse situata është e tillë, e tillë, nuk merret në kujdestari prindi më, e humb kujdestarinë. A është e vërtetë që duhet ta ndalim namazin 20 minuta para se të hyjë namazi tjetër? Jo, nuk është e vërtetë. Namazi farz duhet fal brenda kohës në çdo mundësi që mundet. Dhe nuk ka një minutazh përpara. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men adraka rak'atan qabla tulu'i ash-shamsi faqad adraka as-salah, wa man adraka rak'atan qabla ghurubi ash-shamsi faqad adraka as-salah." Kush arrin qoftë edhe një rekat para lindjes diellit, e ka arrit namazin e sabahut. Kush arrin qoftë edhe një rekat para perëndimit diellit, e ka arrit namazin e ikindis. I bjerë që gjysma e namazit të falej kur? Duke lind dielli. I bjerë që 3 rekate të falen duke perëndu dielli. Pra ka përjashtim. Farzi është duhet falë në kohë. Ka thënë Zoti në Kur'an: "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Namazi është bërë obligim për besimtarët në kohë fikse, pra në kohë të përcaktuar, në kohë të limituar, pra nuk mund të jetë. Kështu që ky 20 minutë nuk është i vërtetë. Si duhet ta fal xhuman kur e kam kapur xhamatin në rekatin e dytë mbas rukus? A duhet ta fal 2 rekate ashtu si imami, apo do ta fal më shumë? Këtu ka 2 mendime faktikisht, një mendim që nuk është fort i mbështetur, dhe mendimi i dytë që thot falet drek 4 rekate. Pra nëse unë vi dhe kap xhuman mbas rukus së rekatit të dytë, nuk e fal më 2 rekat sa që është xhumaja, po e fal 4 rekat drek. E fal drek. Kam 6 teze, me gjithë mamin tim pra në 7 motra. Kur flasin në telefon me njëra tjetrën, vetëm debatojnë, zihen. Dashnia madhe është kjo. Kjo tregon se ato duhen shumë me njëra tjetrën. Po merri ulin e ditë bashkë gjitha. Muhabetet e telefonit i bëjnë aty ball për ball. Merri knoj, merri gjitha çoj ke hoxhat, i knoj hoxhat, ti fry. Se nuk është çudit, jetë edhe në mësysh. A lejohet që jetë fjetja në bark, sepse më sa kam lexuar, shejtani flen në bark. Dhe ky pozicion është i ndaluar sipas fesë islame. Nuk është e mirë, nuk është e pëlqyeshme që të flenjë njeriu me bark. S'është e mirë, ka thënë, ka një hadith që thotë, kështu shtrihen banorët e xhenemit. Po shejtani apo bën ai gjë shejtani, këto janë muhabete koti. Kam pasur një operacion dhe e kam një cev aty ku kullon gjak
a mundem më u fal në kësi raste? Duhet më u fal patjetër, edhe pse kullon gjak, edhe pse del urina, edhe pse del urina e holl apo urina e trash apo gjaku apo qelb, s'ka lidhje fare. Namazi nuk bie nga muslimani vetëm po vdiq, ose po qen gjumë, ose po harroj, ose gratë po qen me ato të vetat. Përndryshe duhet më u fal gjithmonë, edhe pse është situatë e tillë, edhe pse është situatë e tillë. A quhet abdesi nëse je me grip dhe i ke hundet e bllokuara? Po, quhet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A është e vërtet që për ta kuptuar se fëmia ka mësysh, marrim prush dhe një tas me ujë dhe e hedhim nga një copë prushi të vogël që është djegur, dhe kur e hedhim në ujë themi emrin e të afërmve me radhë. Nëse fundoset tregon që fëmia e ka marrë mësysh ky person, e nëse qëndron mbi ujë do të thotë se ky person nuk ka marrë mësysh. Nain. Jo, s'ka argument për këtë gjë. A lejohet martesa pa miratimi në familje, sidomos të babit që nuk është praktikues hiç i fesë islame dhe kundërshton sepse familja e djalit janë besimtar, ndërsa në familjen time vetëm unë dhe mami e praktikojmë. Ndërkohë që këta të tjerët nga familja ime përveç meje dhe mamit nëgjojnë një hoxh i cili sheh të ardhmen, sa është për hajër apo jo. Zoti më, alhamdulillah. Edhe hoxhët dhe fallxhor në të njëjtën kohë. Hoxh astrolog. Atëherë, në këtë lloj situate, siç përmendet këtu, normalisht që nuk mund të flitet pa e ditë situatën në realitet, po është e njëjta përgjigje që ne dhamë më herët. Në raste të tilla, nëse është kjo e vërtet, bie kujdestaria nga prindi, marton myftiu apo hoxha. Isha tek një person që e quante veten hoxh dhe po më thoshte se kulu vallahu nuk duhet kënduar brenda në shtëpi sepse ikin të gjitha të mirat. Ky duhet arrestu, urgjentisht na jep emrin, ta denoncojmë policit, ta fusim ja 7 vjet në burg. Mashtrues. Kjo nuk është e vërtetë. Pejgamberi sa më thot kulu vallahu 3 herë është sikur me lexu gjithë Kur'anin. Tha pejgamberi sa sem, a nuk ka mundësi çdo njeri për jush para gjumit të lexoj gjithë Kur'anin? Tha në pejgamberi Zotit, e kush mund ta lexoj para gjumit gjithë Kur'anin? Tha 3 herë kul huwallahu ahad. Tani para gjumit ku është robi? Në ar apo në mal, në shtëpi? Kështu që të lutem ti që ke bërë këtë pyetjen, na sill emrin e hoxhës ta denoncojmë. Ky hoxha duhet arrestuar në momentin më të parë. Ti themi atij, ka ardhjoni që arreston njerëzit. Ti themi atij robit. Ka ardhë njëri që arreston. Ej, Zot na falo, Allah. Ka gjenë, më nga gjenë të gjona, alhamdulillah. Ka disa ditë thot që një afër im është smur, analizat dhe çdo gjë i kanë rregull. Një hoxh ka thënë që ka shkelur në melek. Ky hoxha që ka ftoftë në tepelek. Ej, Zoti. E para gjë duhet arrestu hoxha. E para gjë. E dyta gjë, shqipi se këto puna analizave, këto për shembull bëjnë analizë gjaku, s'ka gjë. Ndërkohë që kur thu analizat duhet më shku muhabetit me eliminim në analiza, jo kështu ka bë analizat. E rëndësishme, nëse s'ka zgjidhje, le të kënohet tek një hoxh. Po jo ky që thot ka shkel me lek. Pse nuk tha për shembull ka shkel xhinin? Ka shkel me lek. Hoxha pas ka qenë shumë nona. Shumë nona hoxha, nona. O hoxh thot, një pyetje kam unë, hajde, çfarë mendimi ke për këta hoxhat që bëjnë përçarje me ç, përçarje mes shqiptarëve? Mos i ngjo.
thjesht fare, merur me këto të tjerë. Çfarë të bëj, thotë, se burri im më gënjen shumë, është mashtrues për çdo gjë, nuk ndryshon. O duro, o hik. O duro, se sprov, a e ka kuptuar që të mashtron për çdo gjë, mos i beso për asnjë gjë. Në jeta vazhdon. Ose mund të ikësh në shtëpinë tate, fol me prindërit e tuaj, që kështu është situata, me prindërit e tuaj, me prindërit e atij, veja si kusht që mos të mashtrohet etj. Nëse vazhdon, pastaj ti ke drejt. Nëse kërkon divorcin, është e drejta jote. Nëse duron, Allahu ta shpërblet. Përshëndetje, thot, a është haram në fenë islame të martohesh me një burr që ka disa gra të tjera? Vallahi haram nuk është. Haram nuk është. Me që Zotnia pas ka provoj inshallah të ecën marr. Haram nuk është. Gjunoft nuk e të bo. Allahu ta lehtësoft. Kur shkon një çift i sapo martuar në shtëpinë e dikujt nga ana e nusës, të nxjerrin një qen dhe një pul ose pun. Çfarë mund të jetë kjo? Vallahi nuk e di. Të shmendurit janë shtuar shumë. Nuk e di. Janë shtuar shumë. Kanë një proverb arab thon el jununu funun. El jununu funun. Çmenduria është art në vete. Lloj-llojesh. Lloj-lloj, çfarë quhen këto? Lloj-lloj klasifikimesh, lloj-lloj ndarjesh. Jam e sprovuar me burrin, është i pa udhëzuar, më ofendon me fjalë të rënda, më nem, pra më mallkon, nuk del me mua askund, unë punoj në gjitha hollat mi merr. Unë se kam pyetur për mbulesë, as për namaz, as për të lexuar Kur'an. Ne kemi 4 fëmijë, fëmijët më largon nga namazi dhe leximi i Kur'anit, dhe më thot, sa të rritën këta 2 fëmijë të vegjël, do të ndahem nga ti. Këto kohëve të fundit jam larguar nga shtratë dhe nuk i përgjigjem, desha të them ai hyn hak. Allahu ta lehtësoft. Inshallah kjo pyetje ju shërben motrave muslimane që kërkojnë burra me para, burra me nga knej, anej, knej gjithanej, urdhna. Shembulli. Fadhfar bidhati dini teribet jedak. Shif njeriu besimtar. Shif atë që ka besim. E fut veten sprov. Vallahi bila ka shumë pyetje të tilla që vijnë. Se s'ka pa fen dhe besimin, ka pa paran, ka pa qefin, ka pa pamjen, edhe s'ka pa asnjë gjë tjetër. Pastaj i del muzat, muhabeti. Po smlendja, po falja, po namaz. Po këto muhabete t'ishte bo martesa tamam, ishin bo gjitha këto muhabete në fillim. Unë jam kjo që jam, 1, 2, 3, 4, 5. Unë me ty, Zotni, nuk mund të martohem pa pranu islamin, pa u bo muslimon, pa e von ballin sejdë, të paktën për ditë xhumaje, të paktën me agjëru Ramazanin. Ç'është kjo punë kështu? Edhe ndodhen tilla situata. E rëndësishme në hak nuk i hyn, po puna është duhet me qetë zgjidhje për këtë lloj situate. Nëse dikush na ka dhënë lek borxh dhe ne ja kthejmë lekët, por që janë fituar në lokal, lekët e kthimit të borxhit janë fituar kushit. Nëse dikush na ka dhënë lek borxh dhe ne ja kthejmë lekët, okay, por që janë fituar në lokal, lekët e kthimit të borxhit janë fituar kushit alkool e haram. A ka problem ai që po i kthehet borxhi? Ai nuk ka problem, është në rregull, ai të mori lekët e veta. Kurse gjinofin e keni ju që merreni me alkool. Ai është në rregull. Si tha njëri, tha, unë nuk e harroj këtë. Problem borxhi. Gjatë ose kështu si po flet ti, tha, jetu më bo, tha, më shku në bank me mor kredi. Shkora thash merr. E zë laj borxhin, duhet mu si ku i gje lekët ti. Laj borxhin aty.
Gjahil, kërcenim, se kështu si shpo thuti, jetëm detyru me shku në bankë. Pra ke fajdja. E kush u bo sebeb ti, pra u bo në sebeb, i kërë gjahil, ignorant. Kur të vdes një njeri dhe i jesin, do më thënë i ngelin, syt, qel, hapur, a ka në do më thënë, jo, s'ka se do më thënë, asgjë, thjesht i mbyllën syt, edhe, për këta arsye është mirë që ata njerëz që rrinë tek njeriu që është në ato grahmat e fundit, ta kujtojnë duke thënë la ilaha illallah, la ilaha illallah, ta kujtojnë, dhe nëse personi jep shpirt, puna e parë që duhet bërë është t'i mbyllin syt, t'i afrojnë gojën, nëse i ka ngel hapur, pra t'ja lidhin me një çerm, dhe nëse ka ngrënë, pra ka qenë tip që ka ngrënë gjatë gjithë këtyre kohëve, i vihet diçka e rëndë në bark dhe i lidhen dy gishtat e këmbëve. Derisa të ngrihet trupi dhe të jetë në këtë formë, kanë thënë dietarët sepse qenia e njeriut me sy hap mas vdekjes nuk është etike për të vdekurin. Pra të gjallët duhet të jenë shumë të kujdesshëm kjo pjesë. Sepse, si më thënë, dëmton shenjtërinë në thonjza, pra e të vdekurit. Pra llogaritë ti ta shohësh njëri për shembull të vdekur me sy hap, edhe ti s'ndjehesh mirë. Ndërsa kur e sheh një të vdekur me sy mbyllur është, do të thonë diçka normale. A është e vërtet që scudeto më u ngret kur të vinë njerëzit në shtëpi? Çfarë do thotë kjo scudeto? Kush din italisht? Scudeto. SCUDETTO shkruaj. Pse ka shkruar italisht? Italisht është? A është e vërtet thotë që s'bën më urçu kur të vinë njerëzit në shtëpi? Po si t'ja bësh për shembull? Vjen miku, mirë se erdhe mik. S'ka kush e arreston valla, s'ka kush i fut në burg për Zotin. Thonë nuk ka kush i fut në burg, pashallah. Jo, po është një hadith që kush dësh, po çfarë lidhje ka hadithi me mikun, me mysafirin, me njeriu kur vjen në shtëpi, ose kur futesh dikush ti e ul dhe futet dikush dhe ti çosh për ta nderuar, për ta respektuar. I më shoq është 40 e sa vjeç, nuk po e përmend moshën fiks, që mos të përtasi, thotë pse ke po pyetje hoxhës. Dhe nuk ngrihet në kom kur vinë njerëz shtëpi, opa, njëti rast më duket se ka. Unë zihem me të dhe i them që është respekti jot për vllajën tatë dhe për motrën tatë dhe për nonën tatë, më thotë nuk është e lejueshme. E ke gabim o të falë Allahu, e ke gabim, qohën kom, neroj, respektoj, përshëndeti, përqafoj. Vjen nona, vjen baba, vjen vllai, vjen motra. Pejgamberi alayhis salam dhe kush ishte pejgamberi alayhis salam kur vinte Fatimja çohej në kom me puthte e përqafonte. Fëmia vet, goca vet, pjella vet. Jo mo me vllajën, me motrën, me nonën e babën. Pyesni, në Islam duhet me pyet. Jo çdo gjë kuptohet kur e lexoj hadith. Ora pyetësi është puna, a ka përjashtim, a është hadith në fuqi, a është fuqizuar. Po pyet robi për burr. Ne për çfarë paguhemi këtu? Për këtë punë për paguhemi. Ej, Zoti i madh, alhamdulillah. Unë falem gjithë, pra falem gjithmonë me sa duket. Falem 5 vaktet ka për qëllim ndoshta, por kam varzën dhe byzylikun në dorë. Më kanë thënë dikush që çdo herë kur merr abdest duhet i rrotullosh byzylyqet me duar të lagura. Mirë, po mua kjo më jep bezdi. Nëse byzylyqet janë të lira, nuk ka nevojë. Nëse janë nga këto që janë kështu klap, që sfutet ujë, e kur e heq mas i muj është bërë pluhur i bardh mrena, është bërë kështu sikur me pas zvulos, atëherë ajo duhet lëviz. Ama nëse është diçka e lirë, stresit zero, nuk ka asnjë problemi. A kanë të drejtë prindrit të ndajnë një çift nëse ata duhen me të vërtetë, nëse prindrit
bëhen shkak që një çift të ndahen, kanë fituar mallkimin e Zotit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë një gjë të tillë: kush e ndan një çift, fiton mallkimin e Allahut. Nuk ka gjë më të rëndë tek Allahu se sa një i tretë, kushdo qoftë, prindi, vllai, motra, kunata, kunati, kushdo qoftë. Nëse bëhet sebeb në ndarjen e një prindi, fiton mallkimin e Zotit. Allahu na ruaj. Isha dje në vdekje të xhaxhait të burrit, dhe kur ikëm më dhan ujë dhe kola dhe moll me vete, po më thanë të tjerët që nuk bën të marrësh gjëra nga mortja. Ai hongërt mortja, këto që ta kanë thonë ty këtë llafe. I hongërt mortja, i hongërt. I shkofshin mbrapa këtij të shkretit. Po çfarë lidhje ka kjo punë valla? Ku i gjeni këto gjëra valla? S'bën thot me hongër gjëra që ti kanë thonë atje ku ke qenë ke mortja. Se pa i hongre. Pa i hongre, hongre. Ej Zoti i madh, alhamdulillah. Hoxh, kur betohesh rrënjshëm, e di që është mëkat, po kur betohesh tamam, po betohesh shpesh, a është gjuna kjo punë? Pra që me u betu në gënjeshtër, thot e di që është mëkat. Kjo është e rëndësishme. Shohim tjetrën. Po nëse betohesh shpesh, a është gjuna i madh, thot, këtu ka thonë gjuna i madh. Jo i madh, po i madh me dh. Jo, nuk është gjuna i madh, po nuk është mirë. Nuk është mirë njeriu mu betu shpesh, edhe pse thot vërtetën. S'ka pse, vallai, nuk ka pse. Kupton thot për Allah s'po gënjej, po them të vërtetën. Ma që ka betu dhe mund pyetje. Kupton thot për Allah, thot s'po gënjej, po them të vërtetën. Po të pyes kur betohesh në Allah shpesh, a është e vërtet? Je i madh për Zotin, Allahu trujt. Je një shfare. Nuk ka gjë, ti e paske kështu, e paske natyrshme, kështu që për ty s'ka problem inshallah. Por nuk është mirë me u betu shpesh, edhe pse betohesh me të vërtetë. Jam në një hall shumë të madh, thot, kam bërë një nikah tek ju para kaq vitesh. Dhe jemi ndarë tani, thot, Zoti na ruaj. Unë kam shkuar tek prindërit e mi, mirë po ai nuk e pranon ndarjen. A duhet bërë patjetër ndarja tek ju ku kemi bërë nikahun? Apo jo? Jo, mërë, a jeni nda. Hajër, inshallah Zoti ju aletsoft, Zoti ju thonë të hajër. Ka ca burra që thonë s'ta jep ndarjen. Kush jeti që se jep ndarjen? Si e Zoti? Jeni nda, pavarësisht gruaja po e kërkon me drejt apo pa drejt. Ti nuk mund të marrësh peng dikë tjetër. Okej, ka një hadith që thotë ajo grua që e kërkon divorcin pa të drejt, nuk e nin erën e xhenet. Okej, po e kërkoj vëlla. Si ta marrësh me zor? Jo s'ta japun, po kush jeti vëlla? Se jep, ti jep gjykatësi. Kadiu. Nuk ka kadia, jep mystiu. Nuk ka mystia, jep imami. Nuk ekzistojnë këto, po keni bën letra, e të fut letrat në gjykat, nda me gjykat. Thujtis, je gruaja ime ala. Ka tip atill, diun tip atill. Jo, thot unë s'kam das të bon, as më martua, po, mirë. Aty ma e gishtin, ka e vrima. Bjeri natë vrim. Kam shiriku disa video të ozhallarën lidhën fejesën dhe martesën, mirë, po nuk po kuptoj sa duhet. Se në Islam nuk ka fejes, apo shkohet direkt në nikah. E para mos në gjoh shumë mirë, e mos shif shumë. Shif njonin që ti merr fen prej tij, që e takon ke mundësi me komuniku me të e tjerë, kjo është më e mira. Edhe pyete si është puna që është tek. Islami e njeh fejesën, njeh nikahun, njeh dhe dasmën. Fejesa do thot dakordësimi i parë. Pra, për 1.348.000 arsye, ke arrit të shofësh i gozë dhe të ka pëlqy. Ta ka thonë dikush, të ka njoh dikush, e rëndësishme, të ka pëlqy. Dhe çon haber. Dhe përgjigja vjen pozitive. Po. Jemi dakord, pra me kuptimin që të vazhdoj ky mohabet.
Kjo quhet islam. Kjo quhet fejes. Pra kështu quhesh i fejum. Në momentin që situata kalon në familjare, pra ti shkon, kërkon, ka prezent njerëz, mlidhen njerëz, ndahen dhuratat, merren dhuratat, çohen gjonat, vinë gjonat, pijen kafet, ndrohen kafet, zbatohen ca tradita kështu, vinë ato lejnë në i lek, shkojnë këto lejnë në i lek. Kjo faktikisht e ka fuqinë e nikahut. Sepse është morë miratimi, ka marru historia. Po nëse shkohet tek hoxha dhe bëhet një nikah, okay, shumë mirë. Pra shkohet tek hoxha flet ca këshilla, ca porosi, i pyet e ku dëgjon etj. Kjo është më e mirë. Amon nëse bëhet siç bëhet në traditën shqiptare për shembull, flas këtu në Shqipërinë londineze, këtë të 1913 si jemi ne tani, këtu e bëjnë kështu. Bin dakord në fillim, pastaj kur bin dakord në fillim, takohen një herë, shifen prindrit me çupën ose me cullin, edhe kur shifen këto, pastaj kalojnë fazë 2 që është me pi kafet. Pin kafet, pastaj fillojnë ndrojnë nishonet, dhuratat e gjonat. Do të thotë, cili është qëllimi për nikahut në Islam? Qëllimi për nikahut është goca të jetë dakord, çuni të jetë dakord, prindit të jetë dakord. Tani kur ndrohen nishonet, nuk e di a bëhen më këto gjona, po unë për shembull ke fëmijët e mi i kom bë, ke 2 të parët, i kemi ndruar nishonet. Në momentin që ndrohen nishonet, do të thotë që është dhënë dakordësia edhe e prindërve. Kështu që të qoftë halal, po u bën ndrimi nishone, po pin kafet, bismillah. Tani, është mirë me bën nikah, se hoxha thotë ca gjona, ca këshilla që ti kenë trinit në mendet, porosi, okay, kjo është më e mira që mund të bëhet. Ka pastaj edhe dasëm. Se mund bëhet nikahu sot, po çifti janë të dy në shkollë për shembull. Atëherë bëhet nikahu që këto të flasin me njëri tjetrin, të cicërojnë me njëri tjetrin, të komunikojnë me njëri tjetrin, të bëjnë alo me njëri tjetrin, të pinë kafe me njëri tjetrin, të hajnë akullore me njëri tjetrin, po të japin në drek dhe në darkë njëri tjetrit, të jenë halal, mos të jenë haram, dhe pastaj vjen dasma me tupana. Gratë, domethënë, kanë drejt i binë dajrës, e të binë daullë. Se burrat në vete, knojnë ilahi, e kështu muhabetesh derisa të mbaroj historia. Okej. Pra i njeh Islami edhe fejesën, edhe nikahun, edhe po mund bëhet qysh ditën e parë, qysh në fejes, ditën e parë thot atë vrimson dane, hajdeni bismillah. Ka njerëz që i mbyllin për i ditë gjitha, tak, hec tjetri. Po ka njerëz që i bëjnë kështu me gradacion. A mund të ketë distancë kohore? Mund të ketë. S'ka asnjë problem. A lejo thot të vonohet nikahu për shembull derisa të marrësh fakultetin, jo vallai, nikahun mos e vono. Se aty los shejtani pastaj. Po që dashnia, po që ajo okay i parë, urgjentisht bëni nikahun. Se i bjerë me majtë kontaktin në haram. Kontaktin haram nuk lejohet. Atëherë bëhet nikahu, edhe bjetë në dakord që dasmën do ta bëjmë mas fakultetit. Për shembull, ta ketë fakultetin e mjekësisë ai shkreti, dhe fakulteti zgjat 6 vjet. Faza e parë, 3 vjet specializimi, 9 vjet i bjerë me hera flokët derisa të bëjë dasmën. E rëndësishme. Kështu që nuk ka problem pastaj dasmën se kur lihet, nuk ka problem. Alhamdulillah. Kemi gjetur të shkruar një nga këto faqet, këta që e marrin fen nga faqet, nga rrjetet sociale, se Muhamedi a.s. ka folur në Djep pak pasi kishte lindur. Nuk është e vërtet. Nuk është pejgamberi a.s. tek ata njerëz apo pejgamber që kanë folur në Djep. Nuk është e saktë. Edhe pse mund të jetë nëpër libra e shkruar, po jo çdo gjë që është e shkruar nëpër libra është e saktë. A është e vërtetë se djepi i tij sallallahu alaihi wasallam lëkundej nga engjëjt? Arabët nuk kanë djep fare, kushta që kanë djep. Arabët kanë djep kanë vetëm shqiptarët. Po ç'është ky muhabet e bore tunshin me lajket. Nuk ka argument, s'ka hadith. A është e vërtetë se mbasi ka prerë gjirin, nëna e tij nga gjiri,
e dëgjova duke thënë Allahu Ekber kebira, walhamdulillahi këthira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ja po wa aqimi sala. Falim namazin. Po ja burja. Nuk është e vërtet dhe është do që gjetë në për libra apo përmendet për rrjete sociale dhe për faqe, do thotë se ka burim autentik. A mund ta bashkoj femra me burrin këmbën në namaz? Jo. Edhe pse është nusja jote, nuk bën. Nusja falet mbrapa. Nusja falet mbrapa dhe nuk falet ngjit me burrin e saj. Edhe diçka thot, pijama, më thon bijamet, i themi ne. A mund falet me pijama? Jo, femra duhet mbulohet tamam, duhet veshi një fustan, duhet veshi i fund, nuk mund falet me pijame. Jetojmë në Itali dhe gruaja ime 6-7 zanis është vizituar nga meshkuj që janë ginekolog. Po nuk e din sallën lindjes do të ketë mjek apo mjeke. A lejohet kjo gjë fetarisht? Nëse është hapësira dhe mundësia që mund të gjetë mjeke, do të thonë okay. Nëse nuk ka hapësira dhe mundësi, nuk ka problem, sepse është rast mjekësor, shëndetësor dhe ka tolerancë. Çfarë do të bësh herë? Ja s'ka mjekë në turp, çfarë do të bësh? Do shkosh ti të marrësh punë. Kështu që mos ta ngarkojmë situatën më shumë sa ç'duhet. Mos ta ngarkojmë situatën më shumë sa ç'duhet. Megjithëse ka disa vende, për shembull, që ofrohet prezenca e mashkullit. Edhe në spitalet private ofrohet, lejohet. Për shembull, në Amerikë, për shembull, lejojnë, edhe në Norvegji e lejojshin, nuk e di në vendet e tjera, që të jetë burri prezent në momentin e lindjes gruas tij. Edhe në Europë. Pra lejojnë që të jetë. Kështu që ndoshta edhe në Itali lejojnë dhe mund të jesh aty prezent, edhe stresi zero. Rëndësishme gruaja dali mirë, po këto gjëra rregullohen inshallah. Desha të di, a duhet prap me vun nikah, prap me bër nikahun, se kam bërë fjalë me burrin edhe nga nervoza i kam thënë që nuk je më burri jem. Mas e vrit mendjen, sa herë ke për të thonë prap. Nikahu është në rregull, stresi zero. A ka të drejt babai i burrit na thot mos dil këtu, mos dil aty, nuk na lën me dal dhe bëhet me nerva kur na shen ndonjëherë që dalim. Dhe lekët i mban vetëm ai dhe thot unë jam zoti i shtëpisë. Ky babai duhet të çuar atje ke vendi. Ja 2 javë të mori sa gjilpona, edhe vin Terezi. S'ka të drejt, nuk ka të drejt vjerri, nuk ka të drejt vjerri që të vej kushtëzime të tilla që ja po dil, ja po mos ç'i duhet vjerrit. Ti thuj vjerrit kam burr, kur ai thot dil, mos dil, jo mos shko atje. Thuj kam burr. Shpifja veremin, duke i thonë kam burr. Faktikisht djalin në tilla situate në tilla raste duhet ta marrë situatën në kontroll. Pra nuk është normale që djali t'ja lej kompetencat e urdhëresave babait. S'është normale vallai, për Zotin. Kjo tregon që ky nuk është në rregull. Më ka ndruar jetë një afërmi im në vitin 2020 dhe akoma dheu nuk i ka rënë si ditën që e kemi varrosur. A do thot gjë? S'do thot asgjë. S'ka lidhje fare. Mos u stresoni. Nëna jeme është 70 vjeç dhe kur falet i haron rekatet. Më vonë im teke thot ai fala 4, ajo. Dhe më thot pyete hoxhën, a është keq? Nuk është keq, inshallah, ty Zotit shpërbleft, Allahu të nderoft. Mirë është që nonës të jepni palë të spi, për këto namazet 4 rekatëshe dhe 3 rekatëshe, që për çdo rekat që të falit tërheqi një kokër të spiu. Edhe kështu ta bëj inshallah.
Allahu e rujt e i dhon të ymër, e i dhon të shnet nonës. Nëse e fal gabimisht namazin sabahut 1 muaj rresht, pra para kohë, pa e ditur që po bën gabim, s'ke gjuna, ama namazi duhet përsëritur prap. Si e përsërit? Çdo ditë që fal sabahun, e fal edhe një sabat kaluar derisa ti shlysh të gjitha sabahet. Si jemi në kohën e 10 minutë. Okej. Kam parë në ëndër se kur kisha lindur një vajzë dhe një person më thotë që do i çosh këtë emër, që të them unë. Mirë po burri im do një emër tjetër për këtë fëmijë. A të dëgjojmë ëndrën apo të dëgjojmë burrin? Dëgjoj burrin, ëndrën shumëzoje me 0. Kështu që mos merrni udhëzim nga ëndrat për emrat e fëmijëve, edhe nëse mund duken emrat interesant. Emrin ja vën fëmijës prindës si të ketë dëshira ai dhe jo me udhëzime nga ëndrat.